Antikon, unë po nisna edhe prej vetes të që kjo pyetje, dhe unë po besoj që shumë prej shikuesve e gjenë veten edhe të kjo pyetje. Unë personalisht shumë shpesh në shumicën e kohës e gjej veten duke bërë gjëra që i bajnë të lumtur të tjerë. Më pa e menu apo më kënaq mu çaj aktivitet. Qoftë fëmijët, qoftë bashortin, qoftë prindrit, qoftë shoqet, shkoj aty ku dojnë shoqet, shkoj aty ku dojnë. Dhe nuk e kam një ide, për shembull, si me thonë, po du me shku me këshu futbol, ose po du me shku me këshu një film. Nuk e kam një ide, hajde për mu bëjmë diçka. Kryesisht, mundohem edhe përmbushna me lumëturin kur dikush bëhet i lumëtur prej veprave të mia. Kjo, sa mundet me dëmtu lumëturin e personit tani? Tash, Sara, ka të bëj pak edhe me personalitetin. Po. Për shembull, ti mundesh me qenë një person që merr të dhon. E vërtetë shumë. Do thonë, për ty është kënaqësi kur ti bën diçka, nëse ty të përmbush se bën diçka pa e sakrifikuar diçka tonë. Do thonë, ose je person që përshtatesh lehtë dhe kjo nuk ta prish ty lumturinë. Jemi një grup shoqësh edhe po bisedojmë ku me shku. Për ty është në rregull kudo që zgjedhem. Kjo nuk ta ka prish ty diçka tonën që te ke pas një dëshirë ku me shku, po për shkak të shoqeve e bën atë kompromisin. Që mandej mos muni e lumtur. Fakti që ti nuk e pateni diçka dhe përshtatesh lehtë, kjo është në rregull, nuk ka të bëj me palumturinë tonë, ndoshta pikërisht kjo ty të bën të lumtur. Por nëse ke lënë veten keq, nëse gjithmonë dikush tjetër vendos për ty, gjithmonë ti je ajo që nuk ja u prish, edhe na herë sakrifikon edhe ato që ti dën, këtu duhesh pastaj me reflektu se ka të bëj pastaj me vetë sakrificën, ka të bëj me mungesën e vendosjes së kufive të shëndetshëm, mos me thonë jo, se ndoshta aty po të vjen keq me prish lumturinë e grupit, ose me prish një shoqëni, kur ti i thuj jo, s'po shkojmë këtu, po shkojmë atje. Ose na po marrim shembull ma thjesht, po këtu ky personalitet mandej shfaqet edhe në raporte tjera, e mundet me qenë i ndërlikuar në situata më të ndërlikuara. Domethënë, duhet personi më kthy te vetja dhe me kuptu çka po dën, edhe kur është mjaft. Kjo mandej të çon në harxhim të energjisë, domethënë lodhesh emocionalisht sepse nuk e ke ngu veten asnjëherë, dëshirat e tua për shembull nuk plotësohen asnjëherë, dhe kjo pastaj krijohet edhe një gjendje ankthi, vetja jote fillon edhe troket në mendjen tonë, thotë prit e ti. Po saktë. Çka po bën ti për veten, kush po kujdeset për ty, kush po kujdesesh ti për krejt tjerë. Harxhohesh veç të dhënë edhe është e natyrshme me pas atë nevojën edhe me marr.